SPAK ka çuar për gjykim dosjen me 22 të pandehur, mes të cilëve është edhe Viz Berberi, ish kreu i ARSH-s. Pas 2 vitesh nga regjistrimi i procedimit penal, SPAK ka çuar në GKK dosjen që përfshin një skem korrupsioni, mashtrimi dhe pastrimi parashëm në tenderat publik. Sipas SPAK, nga analizimi i provave të siguruara përmes përdorimit të teknikave të posaçme të hetimit, provave materiale të sekuestruara gjatë kontrollit në banesat e të pandehurve, e Viz Berberi, Valter Begaj dhe Ervis Lami, aparaturave celular, pajisjeve kompjuterike, kryerjes së veprimeve hetimore në vijimësi të këtij hetimi, ka rezultuar se i pandehuri Viz Berberi është pronar de facto i shoqërisë DAM, SHPK. SPAK bën të ditur se për të fshehur gjurmët e pronësisë së kësaj shoqërie, në vitin 2019 e ka kaluar fiktivisht në pronësi të pandehurit Brunilda Buli, Valter Begaj dhe Ervis Lami. Gjatë kohës kur i pandehuri Viz Berberi e ka tjetërsuar fiktivisht pronësinë e shoqërisë së tij DAM SHPK, ndërsa ushtronte detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë për Eficiencën e Energjisë dhe drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, është evidentuar fakti se ai menaxhonte, kontrollonte dhe përdorte të ardhurat e shoqërisë DAM SHPK për shpenzime private të tij. Është evidentuar interesi i ndërsjell financiar mes të pandehurve Viz Berberi dhe Valter Begaj, të cilët janë në mënyrë të vazhdueshme duke bashkëpunuar me njëri tjetrin për identifikimin e procedurave të prokurimit të planifikuara për të zhvilluar në interes të përfitimeve reciproke mes tyre, thuhet në dosjen që SPAK ka përcjell në GKK. Sipas SPAK, gjatë kësaj kohe të pandehurit Valter Begaj, Ervis Lami dhe Brunilda Buli raportonin vazhdimisht për ecurinë e aktivitetit tregtar të shoqërisë tek i pandehuri Ervis Berberi, i cili ishte personi që vendoste në lidhje me përdorimin e fondeve të shoqërisë DAM SHPK. I pandehuri Ervis Berberi ishte personi që vendoste për marrjen në punë dhe caktimin e pagës së punonjësve të shoqërisë, si dhe për marrjen e licencave profesionale për projektim dhe mbikëqyrje në funksion të ushtrimit të aktivitetit tregtar të saj. I pandehuri Ervis Berberi është informuar në mënyrë të vazhdueshme për investimet e bëra nga shoqëria DAM SHPK në pasuri të paluajtshme, njofton SPAK.